Edhe kryeministri Kristian Mickoski është në anën e kardiologut Sashko Kedev, I cili pati thënë se ka raste që në spitale private janë kryer intervenime të panevojshme me qëllim fitimin. Sipas Mickoskit, nëse një ekspert botëror si Kedevi thot diçka të tillë, sigurisht se ka diçka në prapavi. E di që Ministria ka formuar komisione, ato po punojnë, me se jam informuar në 8 raste, kështu që nuk do t'i lëm asgjë rastësisë, secili që është pasuruar në kurrizë të qytetarëve, posaçërisht në shëndetësinë dhe shëndetin e qytetarëve, do të përgjigjet. Ministri I Shëndetësisë Azir Aliu njoftoi se Komisioni Vendor ka pasur djembledhje dhe ka përfunduar me 8 raste të dyshuara, ndërsa ndërkohë ka ndalë edhe 5 raste të reja, të cilat do të vazhdojnë nga dita e martë, kurse Komisioni I Jashtëm ai tha se do të vazhdojë me punë pas zgjedhjeve. Kardiologu Kedev para disa dite u shpreh se qëndron pas asaj që e ka thënë para ca kohe se po bëhen operacione dhe stentime të panevojshme, pas çka ishte formuar komision prej ekspertëve vendor dhe të huaj nga Slovenia, Austria dhe Italia, të cilët duhet të konfirmojnë nëse ka pasur keqpërdorime.